deputetin me të zëshëm të opozitës, zërin më burnor, Melihat Tërmkolli. Meli, a mujte? Bas Jakob. Meli, qka së bërë shahat, Meli? Ja, bas së rrijet. Së rrijet, a? Atëherë pa unë përkoftoj ministrën me atraktive në qeverin tonë, zonja zotri para jush, Vlora Qitoku Lola. Hajde Lola. Qa ki Lola? You make me. You make me. Tonight. Single une, single ti, single asnione! Bravo! Une... Qeveri, bum, se e mahi. Lola, qaki. Jom dashuru din rojt. Bravo! Dashuria po ta lotke, me integrime, me vizibilitet, tona të fakultete, mi ka lot. Ka ka të fru den konventën e gjashtë. Shka vjen pe Bruxellit mirë se artë. Une veqe Sa di... që kom zemra i mirë, apu lakmon. S'na tregove me kun u dashurove me kun... Me mua shkollash. Une Okej, veqe okej, di si të një qoftë sen, mirë. e di një sen që smunimi në ka veçanat. Ashtë edhe si këta dy. A di duke që është mirë për që është. Atëherë pa unë përko vazhdoj me 3 pyetje tona që ke pratit për sonte. Akri. Lola, si e? Mirë? Qa ki Lola? Shumë mirë jam. Atëherë, indëruar kryeministër, indëruar kryeparlamentar, Meli, Urna. si në klop të që ka më mrenë. Ja, po, ku që ty kesh mas fenina? Alfabeti gjuhës shqipe i ka. 8 shkronja, 36, 12 apo 7. Unë me ndoj 8 shkronja. E qysh, Lora, me çfarë logjike? Se A, L, F, A, B, E, T, I. Alfabeti. Qashtu. Që? Shëplakat, ku janë shëplakat? A pse e dita? Zotë kryeministër, qysh ka lutë në konventën e 6 të PDK-s? A, bani përgjigje më Po, më falë se të meta bësh. Po, Të meta nëse bësh. ju s'neve, apo më rejfu stallin një shapë të më. Përndirit, unë mendoj që alfabeti i gjuhës Shqipe aty që shpo folin këta 3 tash edhe që ka njës me të gjuhë lapa, 300 shkronja dolin. Kryeministër, si ka lutë në konventën e 6? Pasha familjen, jem knoq! Qashtu. E kena thy! E kena thy, një karike! Po të nëcoj qartë, se mas ku vendit jena knoq të hongër, smoka, shtapiqa, jem këput, atmosfera ka qenë në kulm. Bile, që është një vaj shkon të gjak kull me të dinal. Tros. Bac Jakob, a bullësh me shtu? Vallo. Po, zëti. Bac Jakob, Bac Jakob me shtu? Po, e di që të kom lull. Ja, s'kali, ja, A po të vron kuleta. Që ullim kështë që në skunter. Bac Jakob, të luta po bullësh. Seriozisht. Mora, Bac Jakob. Ja me vlash. Lola, Bac Jakob më këpute, Bac Jakob! Kam ushtruar, po ushtrej fitness, i kom ushtruar triceps edhe biceps. Jo, mëre. Inderuar, Ulloni. më sa duket ishte pyetja për alfabetin. Po, mundona që të përgjigjem në mënyrë adekuate. Po, a pe potencion jeshtu? Unë këtu duat potencoj qartë! Atë, po, bravo. Se para se, Po. të hija në qeveri kanë qenë dikur me pak se 36 shkronja. Qashtu. Në ato momente që hypa, hina, e kopa dhe uroka në qeverinë e Republikës e Kosovës janë berë dikur 36 shkronja. Por, e ritheksoj, se së shpeti do të na njojnë edhe 4 shkronja që të behen 20 shkronja. Andaj, në ato momente që të behen 20 shkronja, do të antarësohemi, të integrohemi ne abetare, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Bruxelles, në Bashkimin Evropian dhe në Facebook me shumë lojka. Faleminderit shumë kryeministër. Urime. Bac Jakob? Ha. Për alfabetin?
Realisht, funit nuk kam e rëndësi sa shkronja janë. Ato shkrona shkanë duhet t'i respektojmë, duhet t'i shqiptojmë, duhet t'i ruajmë si sytë e bondit, duhet t'i shqiptojmë mënyrën qyshe më të mirë. Ju e dini që shkronja në është shkronjë shumë e mirë. Sa vërtet. Ki edhe shkrimit edhe shtypit. Dyja janë. Ki edhe në të vogël shkrimit edhe në të madh shtypit. Ki edhe në të vogël shkrimit. Ki edhe në madh shkrimit. Po problemi është shumë e mirë është ta shkruajmë pak e po që është për shohen me nona. Nuk duhet ta nënçmojmë nën me nona. Ani shohim me naj bajanaka, naj teza, naj diçka tjetër. Faleminderit shumë, atë shkojmë në pyetjen e dytë. Cilt lumej nuk janë të lagun, Lola? Vetëm ta bëj pyetjen, mos mendo kur gjë, prit. Pusat e surkishit, reka i mirit, pusi kebve, apo pusi Isa Mustafës? Unë mendoj, jo veçona, mendon edhe shefi. Normal. Ka herë. Është pusi i kebve. I kebve. Po, ndërume? Vallaj, s'di une, këm mendu që këtë pusat janë të lakt, a din, amo që ku Isa Mustafës o qullë. Ma mërmenja. Kuj minister? Është pak sa pyetje e koklavitne. Peti Por- pyetjes, më selen. Por, çute grot. Peti por- pyetjes. Mundohme që pak në mënyrë logjike ti përgjigj nga pyetjes së juaj advokate. A mojnë këto momente ta shfrytëzoj popullin? Ju vazhdimisht e shifzoni popullin, normal, Jo, fal popullit, unë jam këtu. Jo, vallaj, fal meje se ty me shava sonte këtu. Okej. Po të kalzaj drejt. Edhe ti je pjesë e popullit, Sa vërtet. sepse çdo herë që ma në zgjedhje ti ma ke qit kokrën. Shpesh e ka dy. Që është e lip nevoja. Por, Por, jo me ta pak në bosh në pyetje. Pyetja ime. Pyetjev, ju ik. Me kerr. Pyetja ime përfundimtare për përgjigjen e juaj është se të gjithë lumej që nuk janë të lagur ekzistojnë vetëm në hartë. Atu nuk ka lumej të lagur dhe kjo është përgjigja ime. Bravo. e jo shef, Urno, qa Lola? me non bre me shefin, jo më të fol vazhdoni, Apo? qa me non bre temës, sa i tipi është më dashve që kam pasaportën diplomatike, në fund ja boj letrat edhe blen, qa me non, jo, Oj, a. qur, Vallaj, me unë me trut që visë për që ata të dënë. E melk lut na mos e provoko bisedën, shele gohe, Qërë që apë tam lënë, veç jem në televizion se të shkysë zhabën, e mërë vesh. Kanë më rëndirë qky? Lutem qesoni pak gjatë, Velia, atë Velia. shkoj me pyetjen. Kuj minister? Urdo. E pa më na që ku vendin e 6 Ka shkuar. Fjala e jote përfundimtare. Ka shkuar çdo gjë në rregull, konform standardeve europiane, euro-atlantike, por kanë munguar shumë vizionar të Partisë Demokratike të Kosovës. Ishte rasti me zotin Fatmir Limaj, i cili padrejtësisht po mbahet në arresht dhe shpresojmë se së shpejti do të kthehet, do të jetë në Partinë Demokratike të Kosovës. Por mungesa e sekretarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Mos ma përmend zotit Krasniqi, normal që ndi shumë mungesë e madhe, por jemi të mbindur që shumë shpejt i bashkohen Partisë Demokratike, Bashkimit Evropian dhe ju. Në asnjë mënyrë opozitës. Vallaj, s'kam qare pa afru pak, se pash po kam qef vetë ngu. Bas Jakub, Ërna. e dim që e ki vështirë, po në këto momente çka i kështë thonë Hashim Thaqit? Këto momente Hashim i Thaqit i kom shathon të kam oj si haj mali, të kam pas si as njeri e malkaj qastin kur e bona këtë parti. Skoron si se kur do të vjeni pas meje. Me kondyja ja mor kë gisht i shkoni mas meje. Tash jem lëdh, tash jem plak, s'është mirë kupa me cokak. Tash jem lëdh, tash jem plak, s'është mirë kupa me cokak o fak. Hey, amor,